Tregtarët e tregut ambulant në bashkinë e Fierit, që shëtisin çdo ditë në një lagje të caktuar të qytetit, thonë se kanë mbetur pa punë. Shkaku sipas tyre është rënia e fuqisë blerëse. Edhe pse tregtarët e këtij tregu nuk paguajnë taksat deri në fund të këtij viti, ata thonë se nuk po nxjerrin bukën e gojës. Nuk ka vend çmim tarif dikush që thot kaq e më lart jo. Ato rregullatori shtet smerret me atë punë. Po këto që janë treg, janë të lira apo të shtrenjta? Si ti do qefi aty që shet. Me thënë drejtën, nuk janë dhe aq shtrenjtë, po populli është pak dobët. Shumë mirë janë çmimet. S'janë as të larta, as të ulta, mesatare. Po s'kemi ne lek t'i blej. S'ka lek. S'ke aq kemi. 67.000 lek pension marrun. Burrë e grua, njeri 120, 70 unë. E që do marim, do bëj viteria, do marim, do bëjma, do ham për dita. Blerje nuk ka kemë robi, si që shkune dhe vetë. Mali si që marim hen më kosht, fëmit pa buk, si këvit mos arë me kur, që do në me? Fare nuk e shqitje. Shqitje nuk ka fare njërë. Për çdo ditë i kemi me minus të malë, si që marim malin, ashtu e ngre me qojnë prapë shpi. Nuk ka fare. Çmimet si që shikoni vetë, mandarina 600 lek, portokallia 500 lek, më shumë na 600 lek nuk ka. Fruta perime. Të fundit ka rënë blerja në maksimum. Të thuash që janë çmime shtrenjta, çmimet janë, po thuaj në nivelin atyre çmimeve të vitit kaluar. Si tregtarët ashtu edhe konsumatorët pohojnë se çmimet nuk kanë lëvizur nga periudhat e tjera të vitit, por blerjet sipas tyre kanë pësuar rënje për shkak të mungesës së të ardhurave.